dëshmitar të asaj që tani ka hyrë në fuqi një rregullor e re e Bashkimit Evropian ku nuk mund të qëndrohet në Evropë më tepër se 3 muaj dhe kjo është brenga më e madhe e sektorit të transportit ndërkombëtar. Në këtë drejtim duhet kuptohet që partneri strategjik për vendet e Ballkanit Perëndimor është Evropa, një barierë e tillë e cila e kufizon qëndrimin e vozëzve të kamionave vetëm në këtë periudhë kohore është një dëm shumë i madh, në veçanti në kohën kur rjohet në Evropë apo edhe Ballkani Perëndimor është duke ndi mungesën e vozëzve profesional. Duhet kuptohet që më tepër se 370.000 kompani nga Ballkani Perëndimor partner e kanë Evropën dhe ky kufizim vërtet do të jetë një ulfatje e avancimit të partneritetit dhe të rritjes së bashkëpunimit reciprok mes Evropës dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Pra mendoni vetëm në kufimin mes Kroacisë dhe Bosnës dhe Hercegovinës kemi do të thotë kamion që kalojnë në baza ditore dhe nëse atyre ju kufizohet hyrja vetëm 90 ditë brenda vitit do të jetë diçka që vërtet do ta dëmtojë ekonominë e të dyja vendeve. Prandaj besoj që në kuadër të Bashkimit Evropian ekzistojnë institucione të ndryshme që kanë përgjegjësi në këtë drejtim. Dua të besoj që reagimi i IRUs do të jetë në nivel më të lartë që është instanca më e lartë e organizimit të transportit, është një reagim nga forumi investive i Oda e Ballkanit Perëndimor ku 6 odat ekonomike e kanë ngritur këtë shqetësim, por nuk duhet ky shqetësim të marrë për masa përshkallëzuese, sepse nëse do të vazhdojë në këtë mënyrë ku kufit do të bllokohen, atë vërtet efekti do të jenë edhe ekonomike, do të jenë edhe sociale, do të jenë psikologjike, sepse do të dëmtohet imazhi i partneritetit mes Bashkimit Evropian dhe vendet Ballkanit Perëndimor dhe kur krejt saj i shtohet fakti i lëvizjeve gjeostrategjike që po ndodhin në botë, besoj që është një dëm shumë i madh. Heshja në Kosovë nuk kupton që edhe biznesi kosovar nuk do të jenë të prekura, prandaj sa më tepër që do të ngritet zëri kundra një dukurie të tillë, sa më tepër do të përdoren kanale lobuse në instancat evropiane dhe ky problem të zgjidhet sa më shpejt do të jetë një fillim i një formarje të re, sepse vërtet transporti është një ndër aktivitetet substanciale në biznesin ndërkombëtar, në veçanti në tregtinë e mallrave. Definitivisht që ose një protest i tillë do të jetë apo do të zgjatë 7 ditë apo më tepër se 7 ditë, do të ketë një debalancë mes ofertës dhe kërkesës, do të reflektojë në mungesën e prodhimeve, qoftë atyre të importuara apo qoftë të eksportuara, kështu që edhe Kosova nuk do të jetë imune ndaj prekjeve nga një situatë e tillë, do të jetë i prekur sektori privat, qoftë përmes importit të landës së parë apo përmes eksportit të prodhimeve finale në vendet evropiane, por njëri kohë do të ketë edhe goditje tek qytetarët apo tek shporta e qytetarëve, sepse pjesa dërmuese e prodhimeve vijnë nga vendet e Bashkimit Evropian dhe çdo mungesë në treg do të ndikojë në aspektin psikologjik në ngritjen e çmimeve në këtë kohë të inflacionit, në këtë kohë të krizës sociale dhe ekonomike. Një dukuri e tillë do ta rritë edhe më tepër tregtinë spekulative dhe në fund të fundit tërë këtë amulli të krijuar rreth transportit do ta paguajë qytetari jo vetëm i Ballkanit Perëndimor, por do ta paguajë edhe qytetari i Republikës së Kosovës.